gjithë fiset e tjera të Golemit, kupton, jemi një fis që jemi sjellë mirë në përgjithësinë punën tonë, as kemi bërë dëm njeriut, as ka guxuar njeri të bëj dëm. Nuk na dëmton njeri se shkurtat thoshin kanë hije. Më tregon doktor Subi Hajrua Naman Alat, dentist. Kishte komshi djemt e Abdullah Shkurtit, të fisit tonë, Naimi Shpëtimin edhe Adriatikun. Në 97 që pati trazira në gjithë vendin dhe në Gjirokastër, ma ka thënë me gojën e tia Subi Hajrua, në lagjen tonë nuk lëvizte mizë, sepse qenë djemë të Abdullah Shkurtit që kishin hije, dhe aty në lagjen tonë qenë qetësi e vazhdueshme. E të gjitha këto më bën që unë të kumtoja, të hulumtoja, të flisja me gjithë të partë e mi, kam incizuar mëmën, kam incizuar vëllajnë, motrat, në vëllaj kam 4 kasetat incizuara për të bërë këtë libër, 446 faqe, Shkurtet e Golemit, në të cilën nuk më lidhe vetëm shkurtat, po dhe marrëdhëniet e vetë familjes tonë, fisit tonë, me gjithë ata që kemi pasur marrëdhënie pune, marrëdhënie me bagtit për bashkëta e tjera. Kështu që shpresoj që ky libër pjesë marrëve do të pëlqej, se një pjesë e mirë i kanë marrë të do mos fisit, po kanë ardhur njerëz që janë fisit tonë, që besoj do të pëlqej ky libër. Se keni ardhur këtu në stia në afrorin Kastriot Shkurti, që e falenderojmë të gjithë. Me këtë rast, dohet promovimi i librit që kam bërë unë, Shkurtat e Golemit. Këtu janë përgatitur pjesa materiali që do të lexojnë, edhe pastaj se cili po të ketë vendimin, do të vi të shpreh vendimet e tija para mikrofonit. Fillojmë që tashi programin. Fjallë e ka Kastriot Adëri. Ai është masorik që marrë në aktivitete artistike. Ai
ai do të filloj të hapë, të shfaqe dhe të shfaqe gjithë emisionin i radhës. Si shkurtaj Tunja Tjeta, që ditë primi zemrën mbushi me gazmime të sinqerta. Tunja Tjeta miq dhe shokët të nderuar, në shkurtaj ndihemi ngrohtë librin për të promovuar. S'është libër, është jetë, në përshekuj e jetuar, një buqimë e vërtet që kur s'ka për të ndaluar. Themi shkurtajt e vëllënit, mirë si një visi radhë, hetuar diku rreth shkëmbit, plot me degë e rastarë. Sot na ka mbledhur në zjarr, kastrioti la me shkurtit, një nga degët në damar, kontributi. I shkruar nga 2 pinjoll, se nga më shkurti autor, ky libër i kthen ndërhodhë, ka Qermalin redaktor. Shkrimtaria çka lezet, bukur e pasan qëndisur. Të dy, nip edhe xhaxha, në zemra e ka nërmisur. Dhe tani po hapsi pari, një bilbil zemër baruti, është vërtet bilbil gjyzari, ligjiron Velo Korkuti. Është privilegj të lexosh dhe të tjera mundësia të shpresh konsiderata në promovimin e librit
shkurtaj të Gollamit. Për faktin se duke lexuar, vren lehtësisht se pena e doktor Selamit sikur është ngjyrë në të njëjtën shishe boje me të shkrimtarit Mat Gorgi. Rrjedh rrëfimi aq natyrshëm, aq ëmbël, sa të marrë mbërthyer. Nuk do të marroj kur, i shkruar me shumë dashuri, në sinqeritet, njihesh në jetë me një fisi, por jo vetëm. Aty është jetë e një fshati, madje e një krahine me gjallë, por nuk ka se të ndodhë ndryshe. Kush ka njohur një doktor Selamin, botën e tij, zemrën e tij, dashurinë e tij për njerëzit, nuk habitet fare për ato që gjen në librin e tij. Për të treguar botën dhe dashurinë e Selamit, po ju tregoj një ndodhi të thjeshtë, të përjetuar vetë në tetorin e vitit 2005. Atëherë doktori punonte tek urgjenca e QSMT-s. Unë kisha çuar vajzën për të filluar shkollën e lartë për mjekësi dhe farmaci. Në urbanin e linjës afër QSMT-s, vajza si pjetë fikën dhe pasi e përmendën, e çuan te urgjenca për kontroll. Aty përballej me doktorin, që e mori me njëherë për kujdesje dhe më pyeti në çfarë thamë ndodhesh aty. I tha se vajza kishte fituar për farmaci dhe u gëzua jashtë masë. Aty dhe një fermiere dhe për mori vesh ta, kisha dhe unë mbes, por nuk fitoj do për farmaci. Doktor Selami nuk hezitoj për i tha asaj, po ndesa jo dhe si shkë në Gollamit fitonte, dhe fliste plot krenarie mburje për cilësinë dhe zgjorësinë e Gollamësve. Kjo dashuri për njerëzit, që për Gollamasit ka qenë e posaçme, e ka përshkruar doktorin si fill gjatë gjithë jetës së tij. Nuk kishte se si kjo të mos përcjellej në çdo dorë me rreshtë e librit që sot promovojnë. Unë duke qenë i ri, shumë gjëra nuk i kam ditur, por leximi i librit më ka iluminuar e jo vetëm mua. Jam i sigurt që edhe shumë nga ju. Kjo përpjekje e doktorit i bashkangitet me dignitet gjithë librave tjerë që formojnë bugjetën historike dhe gjenetike të Gollamit. Libri brillant i Veledin Gollami dhe Ismet Yusufit Gollami Laberismu i Varën e Jesë. Gollami dhe Gollam të Pelur e Skënder Korkutit. Gjuni Gollami Abbas Goxhait. Nikolaj dhe Gollami të Arkush Nikolit. Kroj viteve të mija i Skënder Korkutit. Ato që ka përcyer në Lben me Fatmira Racaj. Libri me tregime për nënat e Abbas Goxhait dhe plot të tjerë që s'poj përmend, janë gurë të çmuar në gjerdarin e artë të Gollamit, që u përcjellin brezave të thesarin e shkuar të traditës të jetës plot vuajtje e dignitet të Gollamit. Unë s'martu përsi të reqatësoj këtë libër model në të rëfyre, se kjo do të plotësot edhe me referatet e tjera, por disa gjëra që kam mbetur në mendje në mënyrë të përmbledhur do t'i ndaj sot me ju. Libri më shumë ka ardhur si rrëfimi i Tençës, njeriu që 4 dekë të shkurtër të Kasamit, Lorës, Guçës dhe Xhafet i ka mëshiruar ai duke bërë strombullari i shkurtër. Një fëmijë mbetur jetim në moshën 12 vjeç dhe në zbuajt e vështirësisht, arrit të mbijetonte me dignitet, fal edhe më marzikës. Një grua e papërkurur, që vishte pallurë dhe minte në sy të shtrungës, që merrte kështërte që është më mirë se një burr, që merrte pallurë dhe punon nga atë si një burr i vërtet. Këto i ka përshkruar doktor Selami sa më mirë nuk bëhet. Ai detajist ka qenë, sa nuk ka harruar të përshkruaj edhe sa hanin e bakort me qekra që këthenin djatin e të, as shtëpimin e kërbosh, as ndjenjën terroristet e ti, kur me të fekur një ty të arme ndryshkur me gjanë, deshur për arme e krimit, kur deshit të friste e gjevati, por që përfaq shpëtojnë nga në sultana që punon ka gjatë, si shte gdensha, që pandojnë shkollë madhe e shpërfaq vete si universitar. Tek Selami, që i njiti shkallët i gjimnaz 2x2, e për më tepër tek Dyzma, që varët e Verdehes, plot 424, i mban dhe nuk përmëndësht dhe jo kur ishte re, por edhe plot 84 vjeç. Apo dhe Kasami, si simbol zgjuarësie, jo vetëm në Gollam, por edhe në krahi. Njerëzimorë, vllazëria e atërshme e faketuar në vështirësitë e bugarallokut të sot çadron në atë dy akomët, ka dalë ekzamën në faqet e librit. Rrëfimi për vajten e Dyzos tek në çamit pa njohur e tij hanë, dhe pritje aq e ngrohtë e saj flet shumë. Ky dhe plot raste tjera, si ai
Igor Chavos, që të gorë dhe Delqas në në mërë shpagurin në Raki, misre për të pjekur dhe në ta salush, të regon se kemi humur shumë në të zilor për jasaj kohë. Për balimi i vështirësive është një leksion tjetër në përmjet faqe të Kriprit. Unë Delqa ngriu dhe shkëtoj i Gazrata si Hasan Avdiu, udhëtimet të përporë të Delqas më të arritur në shtëpi, vitit i mërimit më avrovi Delqas fëmije 20 vjeqe, udhëtimi më marzikës për marrë në relacion nga të Belena, apo nga të eftohë me nipi skëndë, që nuk ishte fërë nga vdekja, por kishte halë se tërme nipi nga halë e nrilë, e plot në dohi të përshkruar në ndikë. Vështërësit e halët, njerëzit i kishin bërë të formë, nësa sot brezave të rinj, këto duke Gojdana, apo për halët për besushë. Mund të veçojnë plot mesazhe të përcjella nga libri, por do të mjaftohesha me kaq. Se tekse mëllojnëse për këtë libër, do nga duhe një natë vjetori dhe nuk do t'ishte e mjaftë. Nuk më vetë të tjetër, veç të falenderoj doktor Selami për perën e tij të artë dhe profesarin që në adhuroj. Falenderit doktorit zonës e shpirtit. Të nuk mëndja ajo dorë, por shkurtaj mirë kolite në stjarë shot thune kurorë. Faleminderit vëlla, s'folë me fjallë, po me zënu, Selami në gjithë të ka, së dhe tije, pen me ëmë. Petro Dukti Qesarati, bukur fjallët i pofiti, me shumë këvejtësie pati, po e lexon Arianiti. Profesori i Universitetit Metropolitan Tiranë. Doktor Babagjani, dy fjalë për autorin dhe veprën që të lënë pa fjalë. Lexova me vëmendje monografinë e luminozës Shkurtaj të Golonit, Rapi fisnor të doktor Selam Shkurti. Autori e shkurtur në një tësira e vocira si Balzac, me rrjedhshmëri e thjeshtësi si Gorki. Libri tej për tej, e gjithandej në shprehje përmbajtje vjen aroma nga bëri. Tash me vetë, çka bërë more qerataj? Nëse këtë libër do të ashtrini në rafshin e krijtarisë së Mirfield, do përfiton në skica, tregime, novela, e një goxha roman si Lufta dhe Paqja e Leon Tolstoj. Selam Shkurti është safi i lap 24 karat. Unë jam shoku i tij, shoku i gjimnazit Asim Zeneli, Petro Barantuti, nipi doktor Petro Kotodudit, doktor i shpirtrave njerëzor, poet, shkrimtar, dietar i vlerësuar në komponimin ndërkombëtare në disa çmime, Ndevi Qarku të Gjirokastrit. Kam qenë oficial i aviacionit duke vazhduar udhën e ushtarakut, udhën që prena si Zeneli, yllit ndryshimtar të konstelacionit të krenarisë së Laponisë e Shqipërisë. Nga mbarimi i gjimnazit, ashtu si më shumë shokë, edhe me Selamin kaluan dekada pa u takuar. Aktualisht jemi të dy në Tiranë, te zona Xhandiku. Janë disa stola po shkullave, u shkërmoqen ata të shoqatës së Bebelinove, e kërcet dominoja për 77 palë kejtë. As pushteti, as medeti, as ganeti nuk duan të dinë se janë as janë këto gjallësa me njëve. Në dimër frynë një thëndim si në Tepelen, Selami del shumë radhe, kur del Herçaki, në behash në ngohë kokën e në përkës së varus, të varë, kolavës, që të mos tjej këto, kravata në gjanë atë të eseninit, që e hoqi nga qafa e Javani Mikali që shkonte në i dasë. Në vitet e gjimnazit, Selami daloj për një memorie fenomenale. A i thoshe si vjersh gjithë shtetet dhe kryeqytetet e Afrikës, Male, Lumej, liqenet e kontinentet. Ishte i uritur për diturit. 2 vjet ishte përgjigjës i bibliotekës së konviktit, duke i si kur kishte lindur e rritur në një bibliotekë të madhe si ajo e Aleksandrisë. E jo në kasovën e stanit të labit Kibar Gjafer Shkurtit. Diploma e universitetit nuk ishte thjesht një dokument për njohuri të madhe, por një vlerësim shkencor për njohuri të shumta të thella të sakta e të sistemuara shkencore. Një kujri duke i si një spartan i përkushtuar, për të shërbuar kudo e vazhdimisht, në dobi të shëndetit të njerëzve dhe ashtu bëri. Dikur, kur shkova në krahinën time të Lunxhërisë, dëgjova zëvët dashamirës për doktor Babagjani.
Ky doktor Gjenani ishte Selam Shkurti, I cili shërbeu për pak kohë në fshatin Asim Zeneli. Praktika mbi 50 vjeçare e tij është tregues sa human pa shkencore mbushur me urime të thjeshtë e të sinqertë të mira të sëmurëve e pacientëve, si edhe falënderimet e përzemërta të shumë njerëzve. Selam Shkurti të rjetën e tij ka shprehur një dashuri të madhe për vendlinjen, Gollomi. Ndonjëherë, kur duket si i përhumbur, me siguri që shpirti ka flutuar te shpirti te folja në Gollomi. Gollomi është I rrethuar nga buronja, brenda është I thatë, po ka ca burime të tjera, ato të humorit. Shumë Golloma se kanë për zemër fshikullimin humoristik, si me shupërthani, apo me shupërmurrizi, që të kulturisin kurrizin. Selami është ndryshe, ai bën pjesë në natë armat të traditës së krahinës lavdimare, push, krap, këngë. Më vjen mirë për realitet e tij, ashtu si kur ndjen mirë për realizimin e poemës Rënja e Diellit Mëma, kushtuar Harzik Shkurti. Labes që urrit jetime e që rrit jetim, që hoqi qitjanet, e veshi poturet e burrit mërguar nga jeta, e në atë kohë doli në shenjëprëmte. Profili I latuar I saj përfaqëson shumë Mëma Labe. Poet, shkrimtar nga Lebëria, si dhe shumë lexues të Shamirës kanë mbushur një thes me konsideratë. Doktor Selami ka akoma udhë edhe pse në moshën e kërmillit. Ai bën pjesë në ata mjek që në gishtërinë të duarve ka shqysa të shikimit e të dëgjimit. Ai përsërit çoç do të kryej andej nga krahinat e saj. Doktori me 3 faqe, tullac ka vënë boll për të gjitur venduzën për sukses. Respekte për gjithë njerëzit që vlerësojnë me sinqeritet figurën, veprimtarinë dhe veprat e doktor Babaxhani, për zëmërsisht Shëm e Populli ose Petrotur. Faleminderit shkrimtarit Petrotuti, po edhe Arionetit që mundoi aq bukur. Dhe tani I dashur këngëtar, le ta dëgjojmë zërin tënd duke folë dhe duke na mësuar me një këngë.
është mjaft i kulturuar, ashtu si që është vetë Golemi. Ju faleminderit të gjithëve për vëmendjen, për durimin dhe për pjekurimin. Do na thotë diçka më nënë, por pak sa harakat ka shkuar në tjetër fshat. Po sot s'do tregoj për Allah, do ma thotë që ka thënë baba. Ai që s'është në jetë, sot mbushi plot 19 vjetë. Dhe i biri me lezet dërgoi fjallën me vetë. Trum më trum, jo tek më dega, ky është Gëzim Mero Bega. Dhe unë kam kënaqësinë që ta lexoj vetë fjallën e Gëzimit. E mori me vete, kështu më ka thënë i matë. Doktor Selami ishte nxënësi më i mirë në klasën tonë në shkollën 7 vjeçare, apo jo i dashur, profesor. I zgjuar prej natyre, zgjuarësinë e Gjenit Golëmës e mori me vete në gjimnazion Asim Zëneri të Gjirokastës, ku merte si askush tjetër 2 klasë në një vit. Ja, ky është doktor Selami. Në Gjirokastën, ku punoi fillimisht, mbajt mend jo vetëm si mjek, por edhe si publicist i shkruar. Zëri tim pushiste në mikrofonin në Radio Gjirokastës. Përsëri e mori me vetë zgjuarësin dhe Tetarin Golëmase në spitale të Tiranës ku transferua. Një jetë atje si specialist i urologjisë dhe i urgjencës. I nefrologjisë. Çdo pacient tyngor që shkonte në Tiranë për trajtim të mëtejshëm nuk takonte mjek tjetër pa u konsultuar me doktor Selami. Apo jo vëllezër, në ju ka rënë rasti. Kur i thoni, mos të lodhëm doktor, përgjigja e menjëhershme e tij ishte: ç'është ajo fjalë? Jam i Golëm. Bukurja ka pushtuar portretin Kastradënjë një poezi që i ka pushtuar doktor Selami, Nën Terez e spitali Nën Tereza. Doktor Selami, si ndahet zgjuarësisë Golëmas? Jo. Veç tjerash, ai si publicist ka kontribuar me 4-5 libra të botuar, e kush e di sa të pabotuar me gjenik më të vështira si që është fabulist, ku unë thotë Gëzim Mero Bega, në 6 libra të mi fabulor, ka mësuar shumë prej doktor Selami, por sidomos për kontributin e tij si mbledhës folklori dhe në anën gjusore për thesaret e të formës golëmshe. Ky libër është futur në bibliotekën e Akademisë së Shkencave. Dhe një profesor, doktor Valter Melisha, e ka përcaktuar si një libër i rrallë dhe një dhurat që na vjen nga Golëmi i Laberisë. Doktor Selami është qytetar nderi i komunës Picar, personalitet i shquar i Laberisë, dekoruar në kuvendin popullor, është iniciator dhe 2 vjet rresht kryetar i shoqatës atletare kulturore Bilal Golemi. E kush e di sa tipën të tjerë falë modestisë të tij që si publikon. Tani që u pensionua nga mosh apo kurse si nga shpirti, Golemi të dashur i ktheu në der babes zgjuarësinë e tij, që kishte marrë me vete, por më të kompletuar me përvojën e një jete si personalitet i shquar, ku spikat thënia e tij jam i Golëm. Edhe unë, thotë Gëzim Mero Bega, si pasuesi i tij, në profesion do ecë në gjurmët e tij, por sa do të realizoj e dedi ju të
të dashur golemas të mirë. E ndjej se pena ime e shpinore për para penës madhështore të doktor Selami. O doktor Selam Golemi, mos të shpoft asnjë më gjëni, mirësia buron krua, dojec në gjurmët e tua. Ka di toka, qielli, beti, je shok klase i tim eti. Gëzim Jero Bebe. Atje ku vu themeli me gjimnasa si zemeli. Ose nam, kush su hapit, more 2 klasë në një vit, më i miri i balë kuvendi, ishe dhe e djarë Golemi. Njohe djemë të Alizotit Miri, personalitet të shquar Gjirokastës. Dhe sundarë në mos pasmoti, më i madhi është parahimi, po fjallën e ka shpëtimi. Dhe shpëtimi në dërgon nga Tirana këtë mesazh. Ky libër që promovojmë sot është sagë një jetë madhështore, triumfale një popull kostë e mendje ndritur të labërisë. Madje, nuk është thjesht sagë jetëve krenare përballë vështirësive ekstreme të natyrës së ashpër dhe të luftave të përgjithshme, të cilave nuk ju ka thyrë kurrizmin poligamën gjoksin si askush. Ky libër është him për vlerat e larta njerëzore, për virtytet më të bukura që manifeston natysh në krajinë e labërisë, të cili Golemi juaj dhe yni e gjithë Shqipërisë e ka përfaqësuar plënisisht dhe cilësisht, madje edhe me buzëkazin e famshëm, ajde shëndetshëm që ngrehet të vdekur në varë, dhe vazhdon më tej poezia e tij në librin O Gjirokastra Bahule, jashtë shkruan ai për librin e famshëm me fabula Golemi nga doktor Selami. O Selam na kreve punë, në shore kashët e pyllë, me vargje në lepe gjumë, tash kanë zjerë shpata për millë, fshati me humor që nashër, vinte rotu për maminë, ishte gati në të plasur, shqyqyr që i dole t'jene. Naja dhe humorit tuaj, në pyllë e ke transferuar, leta majnë kashët e gjora edhe korba edhe sorë, ke derdur dhe në zetë, s'ken me dorën në burnet, pipeli me syz dalon, e mervesh një qitë në vonë, sa me nën kashët e ju, për model t'i marrë mileti, të shikojnë njërësit këtu, nuk e di ku është sekreti, na vëllëmi për mire, me fabule me humor, na lëshove patale. O Selam, si së të vizor? Selam të krefsha binan në qpate që rëme me penën, e shkrove na bere hadanë, si shkëtar zure bedenë. Sa doktor kemi haqur me stetoskopin në vesh, vetëm tina ke ka jasur shkoj buza vesh në vesh, me ton vesh latërime, s'gjetot vën u për kritika, nuk të ngotot me dhërime, duhet dhela, jo kafshita. O Selam se që për poqe, 2 klasë një herë shinoqe, më shpejt nga shokët të poqe, je përmet, si e kalavoqe. Elena Shkurti, do të nga lezoj kompleksin e të buar nga Skënder Korputi. Se dashamirës të traditës. Ju përshëndes se jam i privilegjuar edhe pse jo personalisht prezent për arsye objektive, që të sjell fjalën time modeste për një event të rëndësishëm të shkurnajve. Është bërë domosdoshmëri të njohur të përgatitur të ruar si vlerë të personave, familjeve dhe fisëve që nderojnë të shkruarën, hipotekojnë e vënët që vënët dispozicion brezave që do duan të mësojnë për të parë, për përpjekjet e mëdha në jetën e tallët që ata kanë kapërcyer me heroizëm e pa u dorëzuar kurrë. Kjo rrugë e hapur është një thesar i madh që duhet të stimulohet vazhdimisht dhe pa u ndërsuar. Në jetën që rrjedh,
Unë vëre se ka veç për kushtimin edhe njerëz të cilët thonë se ne si familje, fisi ynë nuk ka ndonjë për të shkruar. Unë jam i mendimit se në çdo familje, çdo fis ka padyshim vlera pozitive që duhet të vlerësohen. Dhe familja më e thjeshtë, që duhet pas ka vlera shumë të mëdha që në fund të fundit u bashkangjiten zgjatimin të historisë shekullore të kolemit tonë. Mos mësimin të nderuar pjesëmarrës, nëse pak ka pakun e kësaj letërsie dokumentare shumë të vlefshme. Unë edhe nga pozicioni profesional, por edhe kurreshtja për të mësuar, jam bërë krenar kur kam shijuar shumë libra të thellë në fushpallje kolemi. Këto libra janë padyshim xhevahire që ngjasojnë me pasuri. Le të kujtojmë disa prej tyre. Të më falni nëse nuk përmend ndonjë që s'më ka rënë në dorë. Janë me vlerë jetëshkrimi Hito Zaçe Golemi, Arif Bishga, Aftul Bishga përmes kujtimeve, Ismail Golemi, komandanti i pararojës kushtuar Kamerdines, një jetë për shkencë dhe kushtuar Bilal Golemi, djemë të familjes Demaj, monografia kushtuar nga Ver Strokës, Arseni Stroka, dialog me brezat i fisit Stroka i shtuar nga Memër Stroka, gjumë të kohës për Gjini Idrizin, shtuar nga gjithashtu, dëshiroj që të ketë gjumë të kohës për Emin Idrizin, i shtuar nga Memo Stroka. Por unë ashtu si dhe ju jam i pangohur, dëshiroj të ketë më shumë se jeta e njerëzve dalë mes maleve të thepisura është sa e gjallë, aq tragjike, aq heroike, e pa përkurur e me vlerë argëzatuese për të ardhmen. Kush nuk di të shtuarën, nuk di për të ardhmen, është pa rrugë të sigurt. Por historia e fisit shkurtaj është më e gjerë se kjo monografi. Ajo nuk është e shkurtër, por është shumë e gjatë. Ajo nuk është e ngushtë, por shumë e gjerë. Ajo nuk është e cekër, por është e thellë dhe e ndritur dhe e shkruar me shumë kujdes nga profesori dhe nipi i tij Qemal. Libër dokumentar si ky që po promovojmë sot, theksoj mund të bëjë vetëm intelektual të përkushtuar si doktor Selami, i cili edhe në libra të tjerë të shkruar nuk haron të pasqyrojë edhe toponimet, emrat e vendeve të territorit të gjerë të Kolemit me një përgjegjësi perfekte këmbëse. Duke shfletuar faqe pas faqe këtë libër me vlera, shfaqen burrat e gratë e fisit nga shekulli i kaluar gjë më sot. Më të rinjë sot e më t'i dëshën me bura me pesh, Kasem Shkurti, Memo Shkurti, Ndami Shkurti, Sali Shkurti. E gratë me stature emblematike si Sultana Shkurti, Harzika, Mën Haxhua e gjyrësua, shtylla të pak përkullura, të cilat veshën poture, morën krabën, e hodhën shakë krabëve që të merrnin në krabë, të mbyllin listën tekër e dur dhe në dritën e spektit të kampirit, më poi ushqyese frymëzoi 4 jetimet me shpresën për jetën. Pema e gjenezës të këtij fisi riti dek, rastar të shëndosh, të forcuar trunën e fisit. Këta gur kilometrazhit të fisit nga e shkuara gjë më sot ndriçohen nga vlerat të urtësisë, të qetësisë, të fjalës së mërgjur, të ndihmës vëllazërore në fis, në lagje, në miqësi e me shoqëri deri kur u arrit hapi i forcës. Nuk gjen tek ta bura e gra vlerësim nga dallimet shoqërore, politike të kohës, kundër çdo ndikimi në shkrimtin. Duke shkretuar faqe pas faqe, të ndrojnë prumat e çmora të Kasemit Shkomergjur, të fshatrit të Krajinës, nga fshatrat e Rrymit të Florës, katuneve të Kuveleshit e gjenë pellgun e Dervinës, gjykatësi, avokati, mendimi i kuvendeve të Kolemit e të Vegjël, hingur mbi një promar që merrte rrugën kur kërkonin mendjen e tij. Shumë episode janë shpalosur nga Selami në këtë libër me shumë dashuri, vlerim për të shkuar dhe të parë të fisit. Vitet ikën, kohët shkojnë pa kuptuar, por shkurtaj nuk kalojnë të sigurisht pa pasuruar pasaportën e identitetit të fisit. Ajo do të mbetet të shmi krenarie për të shkuar dhe për të sotme të garme. Është një kurat për presa, nikër e pesat do ndodhen, jetojnë e punojnë, por durat edhe për Kolemin e Kolemisit. Me nderim ju uroj të gjithëve shëndet, mbarësi e dashuri për veten, fisin edhe për njerëzit. Skënder Dalim Korkuti. Skënder Korkut gjithë me merak takimi i vë kapak. I vë kapak të Florintë se e zë demin nga brindë, e zë fortë si shtia i dhe foli me kënaqësi. Dhe tani, kush ka dy fjallë, le të vijë këtu të ndajë. Shkurtë e saktë, papikoje, kolënqe le të qëllojë. Erdhi qasi më kritik, po do t'i vëmë
më vonë pik, fjallë me ka profesor Abbas Kërkut, më falë, Abbas Kërkut, më falë. Gjithë ju fisë i shkurte që në mblodhët sot këtu në këtë dasëm të madhe, ku lisi i matë me 4 degë ka ardhur dhe është ngullur këtu në mes të sjarë, cilët të rrotullohen të gjithë brezat dhe bashkë me ju edhe të gjithë golëmas dhe mi të tjerë. Përshëndetje nderuar selam shkurti. Përshëndetje të gjithëve. Përshëndetje selam. Ju që me durim komurje punë mblodhët gjithë gjurëmët, jetën dhe bëmbat e fisit shkurte, i mblodhët bashkën të ripën, shumë të mrepshën, për fisit që do të kremë kur të herë në kohë, si dhuratë më të madhe. Populli thotë, njeri nuk është ku ka trupin, po ku ka zëmër dhe mandë. Edhe doktor Selami trupin për 80% jetë se ka patur në Gjirokastër e Tiranë, por zëmër e ka patur në Golon. E ka marrë mami dhe për Golonin dhe edhe për burë të ushës, dhe për të cilët ka shkruar histori, letësi, folklor, të cilat i ka hedhur fukun disa libra. Fisi nderuar shkurte, si nga fiset e radhat Golonit, që ka parë punën dhe hallin e vetë, punëtor i papërtuar në fshat, dhe gjithoni gëzon në respektin nga cilësit më të mira. Mund tjetë fisi rranë në Golon, që midis tyre nuk ka patur mos marrëveshje, mërira, ndalje, por vetëm dashuri, sinqeritet dhe mëshuri. Në krye të këtij visi të madh, qëndron Kasum Shkurti jo vetëm si patriot, por edhe si mençuri e rrallë. Bashku, një veçori tjetër interesant është për degën tjetër, për degën e në Shkurti, të cilët kanë qenë ushtria më e madhe, bataljoni më i madh i këtij fisi. Po ka qenë që gjithë punëtorë, që gjithë shërbëtarë, që gjithë aktivistët të shquar dhe në shumë sporte. Nësa, fisi i Gushe Shkurti, i cili degë Gushe Shkurti, i cili shkojnë në Lazarat, përmandet se në vrata këngën e bukur, që këngën e Gjelili, së bashku me këngën e Veletin Korkutit dhe Gjelom Hilit, do të dëgjohen nga herë në kanale festivalet, jo vetëm si këngë të Golonasve, po si këngë të gjithë Lapërisë. Fidani Qumbolas në derën e Xhafer Shkurtit, Arzik Shkurtja bëri emër për vete, jo vetëm duke marrë të gjitha cilësi dhe vërtytët nga fisi i saj, nga baba i saj Hussein Goxhaj që u vra në luftë kundër grekëve në 13-ën dhe kthej na një vjeç, por ajo manifestoi dhe nderoi derën e Shkurtit. Dhe duke mos folma për vërtytët e tyre, unë do të përqendrohem te veçantat e Mama Harzikës. Mama Harzika ka qenë vetë një grua në Golon, që burri e la e 4 fëmijë, e la me i vogli Selami një vjeç dhe mi mati Depqa një vjeç, e la me 4 qimnën dhe ajo nuk i shiti për këti, po shkoj vetë mas një jave me shatë, me lavani dhe pas tyre dhe ruaj të koperë. Ajo ka qenë një grua zëmëmirë, ka qenë shumë bujare dhe po ka qenë edhe shumë praktikante në jetë. Koha dhe jeta e forcoj ka shumë dhe e nderoj atë shtëpi dhe vete të saja dhe këto Golontë nuk i harroni. Isha një dasa. Zano Shameti ishte ujvare e këmbëve dhe hyrin në dasëm Ramet pas Peto Arzika edhe hyri edhe tajna Abdullahi. Nërsa i thotë Zano Shameti, i thotë këtë këmbë. O Arzik, moj motë është cima, jeta jote pokërima, te la baba në skutima, nate diktë me dërrima, qave me për suferina,
natën porsive të tima me 2 sokate të tryma, kur nuk të qase liga. Dhe unë kam patur privilegjit të madhe, sepse ajo ka qenë mami për mua, dhe më ka pritur në duart e saja. Dhe e kam privilegjit dhe për këto, për t'i bërë omazhet e funit të saja, unë në libri që kam bledur, që kam votuar kam bledur elegjit e Mama Velave nga Shtia, ka shkruar këto vargje këto. Kur ishe 20 ca, i ku burri e të ra, mbete si lisi në primi me 4 fëmijë jetimi. Mama Harzika sokale, shpylte dhe hale, veshe sharke dhe lavane, pas kopes burrin e qave. Shpatulat i shtrohalit, shpatulat i shtrove, kopene nuk e lëshove, me vërshëllim u shkoje, të keqe tutje largoje. Për 4 fëmijë lastar, u bëre mëmme dhe babë, e gjithu bënd të marë, halal gjiri më palë. Ola përesha me derte, modele me nëmër vete, të mirat si majte për vete, brezat i bajnë në lezete. Në mes të detit me hale, derë kujare që drove, gardi i majte njerëzin, fisin e burrit lerove. Gjak fisnik rodit në deje, mama me faqe të bardë, ke kargjedë të pikoj, gjakuj dhe general. Edhe unë që përshkruaj, mamela pe hieron, sta hapoj sa tje djeta, mami për mua ke qënë. U falimdej, urimet më të mira, doktor Selami. Se Bedliut, autorit të librit, personazheve të librit, të ftuarve, si dhe vetë librit. Do të desha të them dhe unë ca fjalë, pa u zgjatur për librin e fundit doktor Selami. Në pamje të parë më duk i trash nga faqet, pa të ndjesin si një dilpër, thash me aget madhe, por duke lexuar faqe për faqe, ndjesia u zbut. Duart e doktorit më zbutën, shkrimi i qartë e i rrjedhshëm, gjuha e pasur me kolorit ngjyrash, frazologjia popullore, por dhe stilistika e librit, skimatare, më bën ta lexoj shpejt. Natyrisht, pena e doktorit është provuar tashmë në shumë libra të botuar, po këtë radhë e quaj dhe merit të redaktorit të Kemalit, i cili e ka latuar me një pemë tëmë. Mu duk si një udhëtim i bukur, në derë babe, që thot autori në fund të librit. Pa u zgjatur, po them ca fjalë për anën artistike, pasi anën burimore, ju e dini më mirë se unë, të fisit edhe të fshatit. Doktor Selami e nis librin ashtu si një vizit rutin në spital, por këtë radhë me stilolaps në vend të stetoskopit. Fillon me golomin, prejardhjen, hipotezat, nga kemi ardhur, nga kemi zbritur, nga krapa, ato gjërat e lashta, historit e lashta, dhe nga kjo fjalë, mendoj se u takon më shumë historianëve, por dhe hipotezat e doktor Selamit janë paka shumë të sakta. Pastaj vazhdon për traditat, për veshjet, për zakonet, për dasmat, për lindjet. Selami të vonë në shumë prita artistike që duhet t'i zbulosh hapasati. Gjej monologun e brendshëm, ai i Harzikës, në vezhisht, dialogu, rrëfimi në vetë të tretë, figuracion të pasur si, vijnë në plasur nga vapa, dashi me këmor të mare, o ka sëm shkurt i fajkua të buron goja si krua. Si pen geologjike jo më kot, e ka thënë në fund si lisi i fisit të degës së Gjafer Shkurti. Stetoskopi i doktorit e viziton gjithë mushkrin e fisit. Ka sëmra
nga kasëm ka po Shkurti të Lolo Shkurti, Mëtej Guqe Shkurti dhe Gjafer Shkurti, atje ku frimojnë brezat e Shkurte. Libri mund të quaj më mirë edhe Rënjët dhe Debit e Shkurte, ose Deret Babës, si shtot autori në fund. Pa përjashtuar asnjërin, mendoj se dy janë shinat më të cilat ecën treni i fjalëve të autorit. Ki bazohet tek figura e Imam Harzikës dhe tek Kasëm Shkurti. Kasëm Shkurti kuptohet figurë poliedrike, i njohur në pleqësi, në Gjirokastër, në rrethet të tjera. Pa dyshim çështja e valeve, problemi i zgjidhjes së valeve ka qenë pjesëmarrës aty, ka zgjidhur shumë gjëra që autori i thot më mirë dhe besoj se e kemi lexuar dhe do ta lexojmë të gjithë, dhe për disa raste në pleqësi që ka zgjidhur me një vajzë që ju e dini të gjithë, punë bigjaku, pak a shumë e kuptoni. Te figure e Lolos më kam mbetur edhe mua në mendje, një këngë e treguar që këndonte që e përmendi dhe profesori, por natyrisht unë se përmend, po them se vargun e fundit mu da ketë latuar ose hequr e redaktori, Qemali. Pak mistike dokja dhe cokja, personazh të dëgjuara, por jo të plotësuar dhe të njohur nga ne të rinj. Shina tjetër Shdepshe Shkurti. Kur isha i vogël shumë bashkëtarë i thoshin Damu. Mendova për Shkurti Memri, por më vonë u rrita. Mësova se i flisnin emër të gjyshit. Më ngjason me gurin e Stamos. Me ajo figurë e tij, jo vetëm shtatë lartë, po edhe mendore. Një sakt si orë me zile, i ftohet në gjykim, i pa lodhur sakrifica, i pa mbaruar në histori e ngjarje. Dhe vërtet, ashtu iku. Siguri Stamos ra, dhe ngelim kujtesin e familjarëve fisnore fshatit e Krahinës. Duke uruar dhe njëherë autori dhe redaktori, që tashmo kryen jo vetë vizita, po dhe operacione fjale e libri, shpresoj që ky libër të mos mungoj në Shkurtaj, në Golon, në Stjarë, në Gjirokastër e me Gjorë. Behar të mirë të gjithve, blerin libër. Erdi qasti më kritik, vetë doktori Timërpik, eja doktor Selami, folër na prahet qani, folër edhe vullos, dorën në zemër vendos, folë si prake jo si djale, na shëro me atë fjale. Ju falenderoj për pjesëmarrjen. Më që dashu një punë shumë e vështirë për të realizuar këtë libër Shkurtajt e Golemit për 6 vjet. Pati disa mendime për ta promovuar. Ta promovojmë në Golem, në Gjirokastër, apo këtu në Stjarë, po ka sërët Shkurti e këmë ngulli dhe ne e realizuam këtu në Stjarë, si që shikoni. Tash në libër janë shumë kapitujt dhe ka shumë çështje. Në libër flitet për mëshurinë e Kasëm Shkurtit. Njeri të njohur në gjithë Krahinën, këto për zhuarësi, mëshuri, flitet për Xhaxherë Shkurtin, për përpjekjet e Xhaferit për të ngritur ekonominë në familje, për vuajtjet e Debshe Shkurtit, që u bë Zoti Kopes 12 vjeç, për vuajtjet e nënës tonë Harzikës dhe të Sosës, 2 gra, që metën të veja në moshare dhe rritën jetimët për bukurimit. Kemi qenë i fisë e ekuilibruar, nuk kemi rënë në gjahë askuj, po askush ama nuk ka guxuar që të na dëmtojë. Kemi marrë pjesë aktive në marrëvajtjen e fshatit, edhe në ruajtjen e kufive të shtetit. Në lashësi, një antar e fisit tonë, Gjafer Shkurti i parë, ka dhënë jetën në luftën e zhulakut për mbrojtjen e kufive të fshatit Golem. Më vonë, në gjyshi im, Hussein Goxhaj ka dhënë jetën në luftën me Grekun në Belxhan, për mbrojtjen e kufive, për mbrojtjen e kryeqytetit të Shqipërisë, për mbrojtjen e Janinës. Në kohën tonë, Sali Memo Shkurti luftoi dhënë për dhënë në dy gush 1949 me monarko-fashistët grek, vetëm me 10 ushtarë, derisa erdhën forcat
nuk e lishoj gurin dhe sa në proporcime në atjen vilishtë. Për këta a i gjokoruar, me gjithë të s'ka në ardhë familje të i njoftuan, s'ka në ardhë asinat të tja këton, për këtë Sali Shkurti është dekoruar me medaljen e të mëris në Kuvëndi Popullore Shqipërisë asaj kohë. Ta shqip do kasin dhe për brezat e rinjë, këton, disa duhet përmënd se në afisi jonë, i Shkurtëve, ka 22 persona që kanë mbaruar në universitetin, 22 veta me arsim të lartë. Kupton, dhe përmend do të përmend një për një kompani. Klementina Dalip Lave Shkurti, ka mbaruar për ekonomi. Greta Dalip Shkurti, për ekonomi i turizm. Eliana Metli Lave Shkurti, për diplomaci. Dhe punon tashin Bashkinë e Saranës. Lorena Kastrot Lame Shkurti, ka mbaruar për marrëdhënie me publikun. Sara Kastrot Lame Shkurti, për psikologji. Marinela Festim Karafil Shkurti, për arkitekturë. Milena Festim Karafil Shkurti, për psikologji. Ornella Kujtim Meçan Shkurti, për ekonomi i financë. Olta Kujtim Meçan Shkurti, fakultet në Anglishtës. Dhurata Meçan Shkurti, ka mbaruar për Institutin e Fizikulturës Fizike, është pedagoge në shkollën Dora Dici. Kemal Demçe Shkurti, general. Gjafer Gëzdar Demçe Shkurti, për informatikë. Taulant Gëzdar Demçe Shkurti, oficer. Idlir Kemal Demçe Shkurti, për informatikë. Aranit Selam Shkurti, ekonomi, profesor në Universitetin Metropolitan. Ledina Selam Shkurti, për drejt për jurisprudencë, doktore shkencave në Francë. Elian Selam Shkurti, për informatikë. Hidaja Aranit Selam Shkurti, informatikë. Duhet të shojë disa në nipërin të shkurtajve, fëmijët e vajzave të shkurtajve. Atje ku janë, që janë të martuar, midis tyre do të përmend. Pëllum Qerim Hamzaj, Nipi Kaje Kasëm Shkurti. Profesori jetësisë dhe figure i njohur në Dervin dhe Sarani. Qani Mirmoleskaj, djali Merzai Shkurtaj, Bilbil Nagoja, i gjëndu kudo duke ndihmuar pa u përsye. Sokol Selam Visha, djali Saho Shkurtaj, krye komisar i policisë së shtetit, nën drejtori përgjithshëm i policisë së shtetit shqiptar. Astrid Hysoknashe, djali Dyzo Shkurti, ekonomist i njohur. Drejtoro Hysoknashe, djali Dyzo Shkurti, mjek veterinar. Të më fali se ka dhe shumë nipër të tjerë që nuk do i përmend. Pritash, Shkurtajt kanë marrë pjesë, kanë qenë mundus, kupton, djemë të Shkurte, kupton, sidomos djemë të Abdullahu. Adriatiku, Naimi, Shvëtimi, edhe Shelegu, edhe Pakuir. Bashkimi, Durata. Edhe Durata ka qenë atletik, edhe bashkimi në mundi. Në tregti jemi dobët, kemi vetëm kaserotin, në vetë tregti. Jena të fuqesh për tregti, një po një. Kemi dhe Arjani, po se ka dhe Arjani për më fami, po dhe ka dhe Arjani në tregti. Edhe një tjetër, për tomë. Shkurtajt kanë gjirë. Ma ka tënë doktor dentist Subi Hajran banotin komshi, hajgjero ka si, komshi me Abdullah Shkurti. Kupton, a i thotë kështu, në vitin 97, të thanë dhe njerë, kur qëtë razila, kupton, në lagjen tonë në mbërisën qime, se aty ishin djemë të Abdullah Shkurti. Kanë hirë Shkurtaj, nuk nga së njeri, po asë kust nuk gëzon të nga së. Në këtë rasi, përgëzoj gjithë të rritë, moshat e reja që nga kanabën në taki, se këj libër është për të rinjë, kupton, se në të vjetës, kupton, kemi bërë dhe të rapon. Promovimi i të libër është që të takojmë, të njëhem me njëri tjetërin, të njëhem dhe me ata që, do të thënë që jemi tanë, po nuk kemi takuar, nuk me sebe të njëhemi, të takojmë, edhe të majmë afë njëri tjetërin.
Me këtë rast, falenderoj nga zëmra Kastell Shkurtin që na mbrodhi këtu. Kanë ardhur në atjera në fëmijët e me qanë Shkurtit, Bashkimi, Bujari, Ariani, me gjithë nusët, edhe Dhurata, me gjithë burë. Që në Tirana kanë ardhur apo Stafat për këtë takim që kemi këtu. Kanë ardhur në Saranda, stafrën tanë edhe miqë. Kanë ardhur dhe libri tanë, Jonat Kuca, qëna i prokurat, që rinë në Sëndenet. Edhe një tjetër, duhet të thomë, dashur. Tu majtën disa referate, edhe kemi ndërmend që ta ribotojmë këtë libër për arsye se disa nga tapërimit e mi duan që të shtojnë disa gjëra. Të më shkruajnë dhe për 20 ditë do dalë botimi i dytë i këtij libri. Ka fisha, karoshi kësua pas sësaj e të Faleminderit doktor Selami dhe autori i librit. Faleminderit të gjithë auditorit kanë të kulturuar sa që unë për i habitur. Ne sot kemi në dorë historikun e fisit Shkurta. Kështu pashim për të gjitha fiset e Golëmit, sepse pjesë do i bëhet historia e Golëmit, apo jo profesor i historisë, se historia e Golëmit është pjesë e historisë së Kurveneshit, se historia e Kurveneshit që Greku ka thënë Kurvenesh, Shqipërinë të kishë po Kurvenesh jo, është pjesë e historisë së kombit shqiptar. Dhe kombi unë shqiptar që do shkojnë sa Afrikë në Europë, sa atje ka qenë dhe Evropianësht, do të vetë Europës erdhëm, po ne jemi autokton. Dhe kjo histori autoktone është histori madhështore e kombit shqiptar. Ju faleminderit fisit Shkurtit, që kemi dhënë një kontribut madh. Ju faleminderit gjithë auditorit, dhe të kulturuar. Faleminderit profesorët, faleminderit nderuar, edhe ju kanë pusit të tjerë. Dhe tani e thamë që ishte për të thënë. Kujtime të mira në afrohuni më këtej se do shtrojnë një koktej orkestra të vazhdoj punë saj qatë do i qeqë në të mësot me kërë të po, libri e shqiptu, kushtë të e vitë ta marë. Ta që mërdojnë të gjithë, mërdojnë të gjithë e koktej, ka i pijë.
Thank you.